nuk duhet, domosdoshmërisht nëse ne nuk jemi në koalicion me PDK, ne kemi treguar se nuk futemi. Neve as elektorati e as ne si parti kemi deklaruar, edhe kryeministri Kurti po, edhe aktorët nga lëvizja vetëvendosje, ne nuk futemi me Partinë Demokratike në koalicion. Lëri, unë besoj që LDK, vetëvendosje dhe PDK do ta kenë një koalicion përbashkët, se kanë një lidhje të përbashkët, aspektin korruptiv. PDK-ja e ka korruptuar për 20 vjet Kosovën. Pse këto akuza? Këto janë realitet, nuk po akuzoj. Këtu është realitet, këtu janë fakte që po dalin. Dhe vetëvendosje në emën të moralit e ka uzurpu Kosovën cep më cep. Pra, kjo është veç një pyetje a kanë qenë, nëse flasim për korrupsion, po ja filloj pak me t'i përmend PDK, LDK, sa kanë vjet. Do më janis me i përmend se këtë fushë ti nuk e ke njohur këtë fushë fare. Po nuk po flas me të panjohurën, po flas me të njohurën zoti Bajqinovci. Ti nuk merr vesh sen këtë fushë, unë të kallëzoj ti. A njefti mu personalisht, po a njefti mu personalisht. Kur ja kanë arrestuar inspektor, e flasin prej deri zoti Bajqinovci ti nuk më njeh mu personalisht. Zoti Bajqinovci, apo një pyetje. Pse nuk ndryshoni kandidatin masi që po kërkoni prej opozite dhe ka prej opozite si Memli Krasniqi e prej Akyll që kanë thonë veç dhe të ndrojnë kandidatin, ne votojmë.